meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiellin edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa tamu taslim ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. I bëjnë lavdet mëdhaja të madhit Zoti qofshin fal, përshëndetin profetin ton dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mi familjen e tij të ndershme, mi gjithë ato njerëz të mirë, të begatshëm që e patën risk edhe mirësi nga i madhi sot me qenë rrugë drejt. Rrugën e atij që na krijoi neve edhe krijoi gjithçka. Sot i kemi gjëra të kështu avash se energjitë shterojnë pastaj. Se elhamdulillahi Rabbil Alamin, i madhi Zot desh që t'jemi në Ramazan. Dhe vëllezër motra të nderuara, Ramazan është i barabartë me mirësi pafund. Ramazan do të thot mirësi pa fund në këtë botë, edhe mirësi pa fund në botën tjetër. Për i gjotë jeni të sigurt që është e pamundshme që i madhi Zot të shikoj i musliman ose i muslimane, i besimtar ose i besimtare agjërus apo agjëruse me sinqeritet. Edhe pastaj të humbja i njëri, ose mos të bekohet edhe të begatohet ai njëri. Është e pamundshme kjo. Se Zoti ka i gjë, nuk o si ne njerëzit që sot themi kështu, nese ndryshojmë fjalën. Kurani thot, inna Allahe la yukhliful mi'ad. Thot, Zoti i madh nuk e ndryshon fjalën e vet. Ne robët e ndryshojmë, jo sot për nese, por edhe mrena ditës kemi fjalë ndryshme. I madhi Zoti qofshin fal, atë që e thot e vulose nuk diskutohet. Kështu që ai njeri që është i sinqert në atë adhurim që bën dhe ibadet që bën, dhe në veçanti një nga shtyllat e Islamit që është Ramazani, e ka bekimin e Zotit të pafund në këtë botë edhe në botën tjetër. Ne sot do fillojmë po pak nga historia dhe jeta e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Me fillu në Ramazan, Muhammed Mustafa është i gjë shumë e mirë, e jashtëzakonshme. Zakonisht kur unë them Muhammed Mustafaja, disa pyesin se Muhammed dihet, po Mustafa është një nga emrat që Zoti i Gjithësisë i ka vendosur profetit Muhammed. Mustafa do të thotë i zgjedhur. Do të thotë i zgjedhur nga Allahu xhelleshanu. Inna Allah astafa Adema wa Nuhan wa ala Ibrahime wa ala Imran ala alamin. Ka thënë në një ajet, inna Allah astafa, zgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit, apo familjen e Jakubit, apo familjen e Ali Imran, nga gjithë bota në bazë të devotshmërisë dhe të përkushtimit që ato e kishin. Dhe një nga të zgjedhurit e mëdhenj të profecisë është Muhammed Mustafaja. Pra kur themi Muhammed do të thotë i lavdëruar dhe i falënderuar. Kur themi Mustafa është emri i profetit ton, që do thotë i zgjedhur, i sunduesit madh të gjithësisë. Çështja e profecisë është çështje e madhe. Apo si mund të themi, lidhja e parë e njeriu me Zotin ishte me Ademin alayhis salam. E krijoi i madhi Zot vet, i tha engjëve bjeri në sejdë, e begatoi nga të gjitha anët, ja dha xhennetin e begatshëm. Dhe ishte lidhja e parë me sunduesin e gjithësisë. Shumë nga vëllezërit e motrat mendojnë se i dyti që vjen mas Ademit alayhis salam është Nuhu alayhis salam, por nuk është e vërtetë. Midis Ademit edhe Nuhut është Idrisi. Ka qenë një profet me emrin Idris,
i profeti madh. Thot Kurani udhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Për kujton këtë libër Idrisin. Ishte i sinqert edhe profeti i Zotit. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ne Idrisin thotë kemi ngret në një vend lart. Idrisi ka qenë midis Ademit edhe midis Nuhut alayhim assalam. U dërgu si profeti madh. Transmetohen tefsiret e Kuranit që Idrisi bënte aq vepra të mira gjatë ditës sa gjithë njerëzit asaj kohe nuk bëshin aq sa bënte ai. Bënte aq vepra të mira dhe ishte aq shumë adhurues i Zotit, sa kur u bëjshin ato matematik me gjithë veprat e mira të besimtarëve në atë kohë, nuk korespondonte. Ishte më lart se sa ato. I gjë tjetër që transmetohet në transmetim të sakt është që vëllezër motra të nderuara nga Ademi deri tek profeti Nuh, gjithë njerëzit kanë qenë besimtar. Kanë qenë me gjinafe, si puna jonë, por nuk janë nda njerëzit në besimtar dhe jo besimtar, kanë qenë gjithë besimtar. Mosbesimi i parë apo ortakria, shirku i parë që u bë Zotit gjithësisë në tokë ishte në kohën e Nuhut alayhis salam. Për këtë arsye, Idrisi ishte profet, gjithë ishin besimtar, ai i këshillonte dhe veti ishte shumë i devotshëm. Sa kur ju shkojshin veprat lart ke i madhi Zot dhe shkojshin të gjithë njerëzit asaj kohe, Idrisi i kishte më të mëdha, më të shumta, më të pastra, më të sinqerta, profet më. Dhe i madhi Zot i bëri shok Idrisit alayhis salam i engjëll. Ai shumë e gradoi dhe ai shumë e ngriti, sa kishte i shok një engjëll Zotit, i cili ishte nga engjëjt e qiellit 4, se engjëjt janë si mas qejve. Kuptohet si mas madhështisë qejve janë edhe madhështia e engjëjve. Thot profeti alayhis salam vjen qielli thot me bubullimin dhe me shkreptinën dhe i takon asaj të ketë potencën që ka. Dhe dijeni thot se nuk ka largësi midis disa gishtave, vetë se ka engjëj duke madhëruar Zotin, duke bë sejdë edhe duke i bë atij ruku. Plot lart është me adhurim ndaj Zotit gjithësisë, se engjëjt ashtu janë kriju. Dhe ky engjëll ishte me Idrisin alayhis salam, vinte e takonte e me radhë. Në një ditë, Idrisi alayhis salam i thot engjëllit: "Ti ke ardhur shpesh në tokë, se s'ka pas anije kozmike atëherë. Ti ke ardhur shpesh në tokë. Unë s'kam ardhur asnjëherë lart në qiell. A bën kjo punë? Qa mund bëj madhi Zot për këtë? Mundet na e mundsoj sunduesi i madh i gjithësisë këtë?" Dhe merr leje engjëlli dhe i thot: "Zoti i madh ka thonë që s'ka problem. Zoti çfarë dëshiroj bën. Për njerëzit e zgjedhur ti, sidomos për devotshmit, ai bën i hap gjitha dyert e mëshirës vet." Dhe ngjiten lart. Sot kjo është më e kuptueshme se sot me anije kozmike kanë shkuar në hën, shkon në anije kozmike po pa njerëzit në Mars e me radhë deri edhe më larg se kaq. Pra është bë normale kur njeriu e ka arrit këtë, imagjinoni ai që krijoi qiellin dhe tokën, i gjithë fuqishëm i Zot. Dhe shkojnë lart. Kur shkojnë në qiellin e 4, duke i tregu ky engjëll madhështitë e qiejve, si ka shku profeti alayhis salam natën e Miraxhit, si shtregon ajeti Kuranit kur ja tregum thot Ibrahimit madhështinë e qiejve dhe tokës. Ja ka mundsuar Zoti të bëjë një shëtitje në univers duke i treguar madhështitë e veta Ibrahimit, kurse profeti alayhis salam kishte natën e Miraxhit. Idrisi shkoi deri në qiellin e 4. Kur shkoi në qiellin e 4, e priste engjëlli i vdekjes. Kishte ardhur koha me i marr shpirtin. Edhe ai engjëlli i vdekjes që merr shpirtat, ai kryesori, se pastaj ka engjëjt e tjerë, u qetësu. Dhe engjëlli tjetër i tha: "Çka ka?" Tha: "Pasha të madhin Zot më kishte urdhëruar sunduesi i madh i gjithësisë me ja marr shpirtin profetit Idris në qiellin e 4." Thash: "Subhanallahu alazim. Si do ndodhi kjo?" Edhe tha: "Kur e pash?" Thash: "Po pas ka qenë, domethënë jo se dyshova, po ideja është si do vi." Po i tha: "Sepse ma ka kërkuar, e ka lejuar i madhi Zot me ardh." Dhe ja ka marrë shpirtin Idrisin në qiellin e 4. Kjo është kuptimi i ajetit dhe tefsiri, komenti i ajetit: "O rafa'nahu makanan 'aliyya."
e ngretëm Idrisin në një vend lartë. Profeti i jon i dashur, Muhammed Mustafa, kur ka shkuar në natën e Mirajit në qiellin e katërt e ka taku profetin e sinqert. Se thot përkujtojnë në këtë libër Idrisin, innehu kana siddiqan, ishte i sinqert. Vëlla dhe motër të begatofti i madh i Zot. Feja ka nevojë për sinqeritet. Po e nise me sinqeritet, do ta shohësh bekimin e Zotit çdo hap. Po e përzive me hipokrizi, pikën e hajrit s'ke për ta pa në dynja e në ahiret. Në këtë botë edhe në botën tjetër. Aq fe sa kemi, pak sa kemi ne, duhet me pas sinqert, për hir të Zotit, mos e ngatro me gjëra të tjera. Mos e ngatro me interesat kota. Mos e ngatro me gjëra që ti humbin veprat, ti zhdukin ato, të shef Zoti si i pa sinqert. Dhe për profetët po të shohësh wadhkur fil kitabi Ibrahime innehu kana siddiqan nabiyya. Kujto edhe Ibrahimin kur thot gjëja para se më thonë është profet, ishte i sinqert. Për Musën, wadhkur fil kitabi Musa innehu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Kujto Musën, ishte i sinqert. Kishte ikhlas, kishte sinqeritet shumë. Ajo është hapi i parë, domethënë po në kohën e profetit ka pas hipokrit në xhami, as besot e Zot as bot tjetër. Vite në xhami, rrite atje ku ta gjete vendin, edhe rrite me i bë atentat islamit, me i bë dom. Vite i ras botë rëmuj, vite i ras shate musliman, vite i ras botë intrig. Të janë njerëzit që do shkojnë jo në xhenem, fund xhenemit. Ka thonë kështu ka thonë Kurani, sa i që është jo besimtar thotë, ikalla jam jo besimtar, nuk ju du. Ose jam jo besimtar, s'kam punë me ju, se edhe jo besimtarët ndahen, jo besimtar normal, që zbeson Zotin po është njëri, ka jo besimtar që e lufton fen, ka jo besimtar që ka telashe të tjera, dhe jo besimtarët ndahen. Sinqeriteti, vëllezër motra të nderuara, është hapi i parë dhe kryesor, pa atë nuk bën që të hezësh rrugë të Zotit. Islami nuk i don dy fytyrat, as dy maskat. Këto që jemi. I sinqert nuk do të thotë që s'bëa si gjinaf. I sinqert do të thotë që atë që e bën në emër të Zotit. S'ke prapa skena. S'ke 50 fytyra. Si dhaj, kur pash se sa fytyra ka i njeri, ai që kishte 2 s'kishte problem. Se o bo normale me pas 2-3, jo, muslimani ka 1. Ta jemi na. Pra, i sinqerti nuk do të thotë gjë tjetër Bubekri. Po do të thotë që atë që e bën ta bosh për hir të Zotit. Kur të vish në xhami nuk mund të vish me qëllim tjetër përveç se për të fal xhumon për të madhin Zot. E me radhë, të kesh kështu për paskena që i bën dom islamit edhe muslimanëve. Kjo është e tmerrshme fare. Ne i thash njëjtë zullumqarit vogël, kështu i thash më mirë shko bëna i zullum jashtë. Te vite me bë zullum në xhami. I thash më mirë bëna i zullum jashtë, po ja e bëm dynjë se sa i ke gjet me bë zullumin për interesat dynjas në fe. Kështu që sinqeriteti, kjo është gjëja më e madhe që mund ta këshillojmë njëri tjetrin. Dhe Idrisin alayhis salam e takon profeti jon i dashur në qiellin e katërt. Dhe aty ka qëndruar deri kur i ka marrë shpirtin, e derisa e ka taku profeti jon i dashur, e deri sot që po flasim ne, e derisa të vi koha që të zbresin gjithë njerëzia në mahsher për t'i dalë të madhit Zot përpara. Mas Idrisit alayhis salam vjen Nuhu. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Ne e dërguam Nuhun thot tek populli i tij si profet. Dhe Nuhu alayhis salam është profeti i cili erdhi me shpallje dhe erdhi me mision se nuk i kishte më të gjithë besimtar. Erdhi sepse gjithmonë profetët e mëdhej kanë ardhur në një kohë kur shoqëria ishte në fundin e degradimit vet. Domethënë kishte humb busulla fetare, fare lidhja me Zotin ishte shkatruar totalisht, atëherë kanë ardhur profetët e mëdhej. Këto të mëdhej që përmenden në Kur'anin famlar dhe këto që i pa historia botërore. Dhe Nuh alayhis salam kur fillon populli vet duke adhuruar statujat, erdhi profeti i madh Nuhu alayhis salam. Edhe kuptohet atëherë kanë qenë njerëzit edhe më të mëdhej fizikisht edhe me jetëgjatësi më të madhe. Sot po ti shikoni ato fosilet, i kene për dokumentaret e ndryshme, do t'i shikosh fosilet janë mbetje natyrore të krijesave përpara, ndërto edhe njerëz i shikon që janë shumë të mëdhej. Kështu ka thonë profeti alayhis salam, Ademi ka qenë shumë i madh. Sot është kjo është pa shkencërisht pastër. Sa jepte i person që po punote ka i fosili, ke mbetjet e personit, ka ato kockat e personit e çfarë kishte ngel nga ai personi që po punon da një nga ato nuk ishte sa veshje atij. Kështu ka thonë profeti alayhis salam, Ademi alayhis salam ka qenë shumë i madh.
Dhe Nuh alayhis salam ka qenë afër 10 breza, 10 shekuj, afërsisht 10 shekuj kanë qenë, po pretendohet që 10 shekuj nuk është 1000 vjet, por mendohet që i shekull atëherë ka qenë se si mas moshës 1000 vjet, edhe flitet nga Ademi deri ke Nuh alayhis salam janë 10.000 vjet. Ka besu njerëzia të madhin Zot pafund. Kuptohet, kanë pas gabimet e tyre, kanë kërku falje e me radhë. Mbas Nuhut, profetit madh Zotit, vjen Salihu, vjen Hudi, ke Themudi dhe ke Adi, 2 popujt, cilët bën zullum mbi tokë mas Nuhut alayhis salam. Mbas këtyre që përmendën Kur'anin famlart, vjen babai i profetëve, Muhammed Ibrahimi alayhis salam, i dashmi i Zotit. Që nga Ibrahimi alayhis salam këtu rrjedhin Ishaku nga beni Israilet. Nga Ishaku rrjedh Jakubi, Jusufi e me radhë, deri ke Musai, deri ke Haruni, deri ke Zekeria, deri ke Jahjai, deri ke Jezusi Isai. E me radhë, se përmenda këto kryesorët që përmendën në Kur'an. Këtej djali tjetër i Ibrahimit alayhis salam ishte Ismaili. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Përkujtoje nga libri Ismailin, shumë e ka pas mbajt premtimin që jepte. Kur jepte premtimin nuk e diskutote dhe ishte i dërguar i Zotit gjithësisë. Nga Ismaili nuk ka rrjedh as si profet tjetër derisa ka ardhur Muhammed Mustafaja. Po pse? Si shpjegohet, këtej profet pafund ke hebrejt, ke izraelitët, këtej nga Ismaili mas mira vjetësh Muhammed Mustafaja. Pse? Sepse nga Ismaili dhe mbrapa e rujtën originalitetin e tauhidit dhe të njësimit Zotit. Beni Israilët po kështu i shkoj. Kishin nevojë shpesh për profet se e kishin natyrën që lëvizshin. E Zoti gjithmonë si rahmeti çote profet me i fut prap në kanalizim. Kurse nga Ismaili gjithmonë ishte rujt qabja, gjithmonë ishte rujt njësimi i Zotit, gjithmonë e kishin besu me parimet që i kishte vendos Ibrahimi alayhis salam dhe i kishte vendos Zoti nëpërmjet Ismailit. Kur qabja pastaj u mbulu me 360 idhujt, dërgoi Zoti gjithësisë Muhammed Mustafan alayhis salatu wassalam. Kaq e pastër është kjo. Sipas kësaj llogarie, i bjen që në tokë nuk ka pas fe tjetër përveç fesë islame. Prandaj thot Kurani inne dine indallahi l-islam. Thot feja e pranuar tek Zoti është vetëm Islami. Kjo ka qenë gjithmonë. Thot në një ajet tjetër, "Wa ma yabtaghi ghayra islami dina fala yuqbal minhu." Kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, nuk i pranohet. Se është qesharake, se s'ka ardhur për Zotit. Që do të thot, edhe Ibrahimi alayhis salam, edhe Ishaku, edhe Ismaili, edhe Jakubi, edhe Jusufi, edhe Musai, edhe Haruni, edhe Dauti, edhe Sulejmani, edhe Zekeria, edhe Jahjai, edhe Isai apo Jezusi, edhe Ismaili me Muhammed Mustafan kanë qenë gjithë musliman në Islam. Tani lind pyetja, çfarë thot musliman? Çfarë thot musliman? Musliman nuk do thot asnjë gjë më shumë, asnjë gjë më pak, i nënshtruar me dëshirë dhe i dorëzuar përpara Zotit gjithësisë. Se problemi aty ku është? Na thojnë nga herë neve gabimisht Muhammedan. Si jemi Muhammedan ne? Se nga Jezusi i thojnë kristian. Nga Israili, Jakubi i thojnë Izraelit. Ç'lidhje kemi ne me emrin e profetit? S'kemi lidhje ne me emrin e profetit. Në emrin nuk na e ve profeti as sipas profetit. Emrin ton, se si quhemi ne në besim, e vendos vetëm një dhe një vetëm Zoti i gjithësisë. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tha duhet me ndru jetë vetëm duke qenë musliman. Aslama do të thot i dorëzuar me dëshirë. Pra, ke pranuar Islamin me dëshirë, s'të ka dhunu njëri. Musliman do të thot që ti i bindër Zotit me dëshirë. Gjithë ne kemi ardhur sot me dëshirë. S'na ka dhunu njëri me ardhur në xhami. E kemi besu me sinqeritet madhin Zot dhe jemi këtu. Ato që kanë pas mundësi me qenë agjërushëm, kush është agjërushëm sot? Se s'dum të preken ato që mund të ketë pas i smundje, mund të ketë pas i gjë, se jo pak vëllezër më kanë shkruajtur që dikush është i smur, dikush ka i problem. Zoti ja dhon shpërblimin duke bë fidje, duke i dhënë një agjërues të varfër. Por ato që janë agjërushëm asnjëri nuk i ka dhunu ato me agjëru. Vetë në emrin e të Madhit Zot.
Kështu që gjithë këto profetë që i përmendëm dhe pasuesit e tyre s'kan pas emër tjetër, emrat u vënë mbrapa pastaj sipas profetit kur devijoi feja. Kjo feja jonë është aq e pastër, aq e rregullt, aq e sinkronizuar, aq e kanalizuar, ka i autostrat, aq të pastër, aq të rregulluar sa i 1437 vjet nuk devijoi as i sekond më u quajt në Muhammedan. S'ka ndryshuar për as i sekond kush ka qenë musliman në fenë islame. Dhe vetë Islami dhe musliman vinë nga e njëjta folje që do të thotë i drejtuar, i bindur me dëshirë ndaj Zotit tënë që të krijoi. Kjo është si përkufizim, se pastaj shpjegimet e kësaj janë pafund. I gjithë Islami, i gjithë kuptimi i emrit musliman është brenda në Islam. Kështu që gjithë profetët e Zotit kanë qenë musliman dhe gjithë profetët e Zotit dhe pasuesit e tyre kanë qenë fenë islame. Se kur thuhet për shembull disave ngelhatri, inna dina inda Allahil Islam. Feja e pranuar ke Zoti është Islami. Thotë i çove gjithë kristianët, gjithë izraelitët në xhenem. Jo. Ato ja ku e kanë atë që kanë pas. Kaq. Çdo kristian, çdo hebre, çdo ateist, çdo laik, çdo kushdo që ofte ka të pastër si drita e diellit, jo atë të mediave, këtë që themi ne nga Kurani. Jo, që thojnë dashakeqet për fenë e pastër islame dhe të bukur dhe të këndshme dhe të mirë dhe të moralshme. Problemi është çfarë thot vetë ajo. Është e pastër si drita e diellit, pak me studiu. Për këtë arsye ne i themi, jo se duam ne se po themi do shkojnë në xhenem gjithë izraelitët, edhe kristianët, edhe kushdo se duam ne. Jo, ato duhet ta studiojnë veten dhe tonën, do dalin konkluzion të pastër të qartë që gjithë profetët e Zotit dhe librat e shenjtë çojnë me qenë musliman dhe në Islam. Çdo profet i Zotit s'ka qenë në shtrum ke Zoti me dëshirë. Çdo profet i Zotit s'ka qenë në Islam fenë e paqes dhe të drejtimit ke Zoti me koshiencë. Gjithë pra atje kanë qenë. Prandaj emrat në Islam është shumë e çuditshme, janë eksakt, janë të pastër. Disa pastaj që janë orientalistët e këto deshën të jam veshin Islamit me na quajt neve Muhammedan, gjë që s'ka lidhje. Dhe erdhën vëllezër motra të nderuara profetët me radhë derisa u mbyll cikli me Isain alayhis salam 600 vjet përpara se më u dërgu i madhi i profetëve Muhammed Mustafaja. Erdhi Isai i fundit para profetit ton, prandaj profeti jon ka thonë un jam shumë afër me Isan. Ne jemi dy profetët e fundit që mbyllin profecinë hyjnore. Mas 600 vjetësh që kishte ardhur Isai alayhis salam, fillon çudia e madhe vet Isan, që Isai tregohet në Bibël, doli i ditë nga shtëpia, Zoti e lartësov gjithmonë e më shumë këtë profet madh, edhe nga larg pa një pemë fiku, ishte i urit, edhe e pa nga larg, tha më duket se ma boni Zoti risk me hongër fiq sot. Kur shkoi, a e s'ishte pemë fiku. Në një rast tjetër, se janë ato 4 ungjit, në një rast tjetër kur e tregon thot s'kishte fiq. Dhe tani ky njeri normal dhe profeti i madhit Zot që nuk dinte a është fik apo s'është, ka fiq apo jo, mbrapa i bën atij akuz të rrejshme e bën Zot. Zoti s'dite a ka fiq apo s'ka, është pem fiku apo jo, është turp i madh. E sa do ta gjesh në Biblën e sotme, megjithëse ka ndryshime dhe s'është origjinal Bibla, kurse neve s'na ka lëviz Kurani i presje, do të gjesh Isan apo Jezusin njëri si gjithë tjerët. Njëri i cili lëvizte si gjithë tjerët, ushqej si gjithë tjerët, jetonte si gjithë tjerët, kërkonte ndihmë ke Zoti si gjithë tjerët, i falej Zotin si gjithë tjerët, i binte në sejdë Zotit si gjithë tjerët, merrte abdes në Bibël si gjithë tjerët. Mbrapa në njerëzit që ngatrojnë punët, sa i shpirti aty është lart nga i madhi Zot me 5 profetë më mëdhenj që pa botë, po njerëzit e vegjël mbrapa, për arsye politike, për arsye interesash, për arsye monetare, për arsye leku, i fillon duke i ndryshu gjëra derisa profetin e madh Isan, siç ishte i madh Musai apo Ibrahimi apo Nuhu me radhë, e bën nga i profeti i madh i dhan cilësi hyjnore, avash, disa e bën bir Zotit, disa thonë vetëm ai është Zoti, edhe u bë kjo çështje një katastrofë e madhe në kuptimin edhe të atyre që e besojnë këto forma nuk i japin dot shpjegim vet. Kurse Kurani famlar i cili sqaron çdo detaj, sqaron çdo gjë ashtu siç duhet, thotë
Kurani po ta kishte bërë Muhamedi vet, ishte nga arabët. Isa ishte nga hebrejt. Po të ishte personale, arabët atëherë s'kan shku mirë me hebrejt, do thoshte ky s'është fare, stag hasha lillah. Walau taqawwala alejna ba'd al-aqawil. Sikur Muhammed, shikoj Zotin e gjithësisë, edhe ndaj dashmit vet. Sikur Muhammed, si ja jep si shembull me dhon vlerën e Kuranit, sikur Muhammed të kishte shku mendja me ndryshu një gërm nga ky Kuran, një fjalë nga ky Kuran, arterjen e zemrës ta kisha preh. Allah. Shikoj madhështinë, vetë profetit kishte qenë Kurani atij, s'kishte pse e fuse këtë ajet me godit veten. Walau taqawwala alejna ba'd al-aqawil. Sikur ti kishte bë disa fjalë si çdo të vet nga gjithë Kurani, Muhammed Mustafaja, hasha lillah, si ka shku në Jermën, po jepet shembull i vlerës Kuranit që s'ka pas kush me futi presje më shumë se ç'duhet, thot e kishin prerë arterin e zemrës Muhammed Mustafas. Jo më të thoshte është Isaia, apo s'ka pas shanse askush, as vet profeti alayhis salam. I është shpall e kanë shkruajt edhe është bë Kur'an. Kaq. Asnjëri s'ka guxuar aty me lëvizi presje. Dhe i fundit pastaj giganti i madh i profecisë hyjnore, Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam, i zgjedhur i madh i Zotit, profeti më i madh që pa historia botërore, ai i cili Zoti i gjithësisë e gradoi, e dalloi, ja pa sinqeritetin, ajo që tham fillim. Dhe e mbyll me thënien e Abdullah ibn Mes'udit, i cili thot i madh i Zot e pas zemrat e gjithë njerëzimit. Në kohën e profetit ton, dhe e pas zemrën e Muhammed Mustafas. Zemrën. Dhe ja pa atë të mbushur dhe të pastër me sinqeritet. Dhe e bëri profetin e tij dashur. Pastaj thotë e hodhi shikimin i madh i Zot në tokë dhe i pas zemrat e tjera, zemrat më sinqerta ja bëri shokët e tij. Prandaj ne themi sot hecim rrugën e Kur'anit, rrugën e profetit, ashtu si e kuptuan shokët e vet, dhe vazhdon rruga e pastër e Islamit deri në ditët tona. Dhe kush vëlla dhe motër të begatoftë i madh i Zot, ecën rrugën e Kur'anit famlart. Dhe ecën rrugën e profetit dashur Muhammed Mustafas. Po jo sipas mendjes tonë, po ashtu siç e kuptuan atë brezi i parë që jetuan me të, siç u transmetuan transmetimet, s'ka për të humbur as një sekond dynja, e ka për të beku pafund botën tjetër. Dhe pasha Zotin do jemi dëshmitar, jemi në këtë botë, do jemi dëshmitar në botën tjetër. Do ta shikojmë njëri tjetrin drejt në sy dhe do themi i pasi mi thon hakun njëri tjetrit, i pasi mi thon të vërtetën njëri tjetrit, pasi mi qenë të mençëm në dynja që ecëm me fenë islame, su mashtruar me mashtrimet e mëdha që ishin majtas e djathtas, e ka për të na hudh Zoti bekimin çdo çast derisa me madhnitë inshallah shkojmë në xhenet në arun nga zjarri i xhenemit dhe mbaron historia bekimi i Zotit është i përjetshëm. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thamë i ka dhënë falas.